Dohet me mvra për me mhek. Çështo ka thonë presidenti Vučić, cilit nuk po i bojnë përshtypje këto pamje. Kur për këta që e këshirin televizor, protesta në Serbi nuk kanë qenë lajm, na kena folë për to e tash edhe protesta e qëtu nëse meritoni vetë vetën. Sipas shifrave zyrtare kanë qenë 107.000 protestues, por BBC raporton që sipas organizatës arkiva e tubimeve publike kanë qenë mes 275 deri 325.000 protestues. E njerëzit po thonë që ka pas hala më shumë me trendin TikTok që kanë qenë 1 milion njerëz. Kan so kan me pas që kanë shumë njerëz mbledh me një vend është pamje madhështore. Po është shqetësuese përgjigjja e presidentit kundër cilit po protestohet, i cili nuk i pranon kërkesat dhe nuk jep dorë. Për ma tepër, po raportohet se policia e ka përdorur një pajisje që përdoret për shpërndarjet protestuesve, ku mundën me u po policia të ikë para se me u përdor këto. Pajisje akustike me rrezet gjatë, siç e thotë edhe vetë, ne këtu janë pajisje që përdoren nga ushtria dhe me rastin nga policia. Janë dy lloje këtu në pajisjeve, kjo që e ka rrezën më të ngushtë që është përdorur në Serbi e transmeton zonën e vit drejt, e që mund me mrrit deri në 5000 metra largësi. Kjo mund me u vrejtë edhe nga mënyra se si shpërndahen njerëzit me një vit drejt, që prap e ilustron më së miri mënyrën se si funksionon kjo. Ato përdoren edhe në ushtri për komunikim distancë, por në raste të tilla ato janë të rrezikshme. Mund me shkaktuar shurdhim për hershëm edhe njerëzit raportojnë se ndjejnë dhimbje, çorientim, stres edhe panik. Por pse kjo është jo e mirë në anën e tij, është se ka ndodhur në kohën kur po mbaj 15 minuta heshtje për viktimat në Novi Sad, edhe nuk ka pas fare nevojë më përdor në këtë rast. E në anën tjetër, para se me fillu protesta, ka pas edhe zhvillime tjera alla Serbi. E para janë vendosur traktora me qëllim që me i pengu protestues, kurse tjetra, një grup studentëve janë organizuar me tenda, se po kërkojnë me hap fakultetet, e që ata po quhen të organizuar nga Vučići. E neve me kismet po na shtrejtohet rryma 15%. A doni me protestua veç amen. Për më shumë video si kjo pedeni. Urban FM 103.5.